Fshati Nimçe dhe Uraniumi thuajse identifikohen me njëri tjetrin. Është i vetmi fshat ku ajri, toka dhe uji marrin jetë. Rreziku i përditshëm i këtyre banorëve është pikërisht dëmi që shkakton ndotja nga uraniumi. Ata jetojnë aty, ushqehen me prodhimet e tokës, pinë ujë burimi dhe s'kan asnjë mundësi përveç se të nënshtrojnë këtë fanti të rrezikshëm. Për çfarë e përdorni këtë ujë? Për të pirë. Ky është i vetmi burim në fshat? Po, i vetmi. Galeritë për gjetjen e uraniumit në këtë zonë, që ndodhet rreth 40 kilometra larg qytetit të Kukësit, u hapën rreth viteve 70, si një teori e radhës për të indoktrinuar popullin. Toka jonë është parajsa e prekshme. Por për shkak se uraniumi ishte një cilësi të dobët dhe qeveria së kohë nuk kishte fonde për të vazhduar kërkimet, në vitin 1986 galeritë u mbyllën. Zona kryesore e përqendrimit e punimeve minerare është nga Proji i Madh në këtë drejtim e deri te konturi horizontit atjetej. Këtu është përqendruar e gjithë zona e galerive, edhe e çmimeve. Ky nuk ishte fundi, ishte vetëm fillimi i një kalvari të gjatë problematikash që vazhdojnë edhe sot. Sa ka qenë ekipi që ka paspunuar në për këto galeri? Mund të them që personeli inxhinierotechnik që ka marrë pjesë në ndjekjen e këtyre punimeve ka qenë i konsiderueshëm. Jemi rreth 40 vjet pas. Sa prej tyre kanë pasur pasoja në shëndetin e tyre? Kam dëgjuar që ka patur edhe humbje jete nga punëtorë që kanë punuar në minier. Informacion nuk kam, por mund të jetë e vërtetë. Shumë nga minatorët e asaj kohe u diagnostikuan me tumor në mushkëri dhe disa jetuan shumë pak. Aktualisht banorët e fshatit Nimçe, teksa kujtojnë vdekjet e të afërmve, shqetësohen për jetët e tyre. Rreth 20 shtëpi kanë mbetur, të tjerët që kanë pasur mundësi të largohen janë larguar. Ata kërkojnë ndihmë, duan të largohen, kanë frikë. Kjo është shesma që mushim ujë në lagja këtu. Ky ujë bëron shumë, është me i pus që minjerën e kemi këtu afër, është gjithë uranium ky ujë. Gjithë fshati pi ujë këtu, gjithë ata që kanë punuar në minjerë kanë vdekur në moshën 50 vjet, asnjë nuk ka arrit më lart. Me çfarë sëmundjesh? Me sëmundje kanceroze të gjithë kanë vdekur. Unë ka vdek babai 54 vjet. Ka punuar tek minjera dhe ka vdek 54 vjeç me sëmundje kanceroze, ka tumor në kokë. Kemi kafsh, kemi fëmijë sakat që kanë lindur fëmijë sakat. Kush s'na ka marrë apo asherë se ka kthej kokën kush këtu kene. Janë bërë ndonjëherë testime tu? Asherë nuk janë bërë. Nuk kanë ardhur, nuk ka pranon kush. Pjesa më e madhe e galerive janë të izoluara që në vitin e mbylljes së tyre, por disa prej tyre nuk i kanë rezistuar kohës. Janë të hapura dhe lirisht aty mund të hyjnë fëmijë dhe të rritur. Siç e shikoni, pas meje ndodhet i depozituar material i cili ka përmbajtje uraniumi. Uraniumi i cili çliron dhe radioaktivitet. Nga afër dhe nga larg, kjo zonë e Nimçes mund të konsiderohet një vatër e rrezikshme, asgjë tjetër. Zoti Ram, ju keni punuar në minerat e Nimçes? Po, ne kena punuar në minjerën e Nimçes. Çfarë periudhe keni punuar? 80 dhe 82-shin. Keni pasur pasoja nga kjo punë? Shumë kena pas pasoja. Çfarë pasoja? Gjaja im ka vdek 50 vjeç. Kushajni po. Shokët e mi kanë vdek. Unë kam frymarrje, mushkëri. Unë jam nga fshati Nimçe dhe kam punuar këtu. Banor i këtij vendi jam. Janë banorë që rrezikojnë shëndetin e tyre, por edhe mundësia e shfrytëzimit të këtyre galerive është zero. Fshati Nimçe është një gërmadh që mund të prodhojë vetëm të keqe, asgjë më shumë.